nuk është ky thelbi nëse e ka vilën apo jo. Se nëse e justifikojnë burimet e vilës, s'ka si gjë të keqe, mor se kena bën këtë vend sigur të punosh këtë vend, të pasurohesh, është mëkat. Më kupton? Unë nuk jam dakord të punosh dhe të pasurohesh në kurrizë të tjerëve. Pra në kurrizë të parave apo fonde marrësh, të vjedhësh parat apo fondet publike. Se do ta ndajmë të. Lufta që u bë me zotin Velia ishte se bashortë aty kishte bler mbathje X lek. Po çon si ka se sa i kishte bler mbathjet apo fustanet apo që shkonin për 6 vjet i shifër të caktuar. Problemi është se interesi publik, atë që duhet dinë opinioni publik është a kishte para për t'i bler këto? A kishte para për të bler apartamentin, a kishte para për të bler vilën, ku i gjeti parat, për cilat s'pak bëri një hetim pasuror, si thuash më saktë i bëri veting, që nga 2000 sa e nisi, që nga koha kur ishte në mjaft, kështu që në këtë kontekst unë besoj se duhet ta shikojmë çik më gjerë. Pra, a janë parat se vërtet mund të kenë vila, po ose kanë guximin si thua ti që të vënë dhe emrin e tyre në plakë në vilë, kupton? Por ideja është ka para zotëria për shkak funksione publike që ka kryer, e ka trashëgimi, se ka shumë njerëz që kanë faktikisht prona. Problemi këtyre, pjesa më e madhe e këtyre njerëzve është se këta kanë shfrytzuar postin qoftë për mobilimin, fjala vjen. Po kur flas për mobilimin, nuk flas për, unë jam dakord që këta i kap të gjitha valla. Me dash. Sinqerisht, më të lodhurin e parlamentit apo e zyrtarëve të lartë në Shqipëri i kap sepse posti këtyre ka bërë njerëz që kanë marrë për shkak të postit kanë dhënë benefite tipit mobilje. Po mobiljet e shtëpisë mund shkojnë edhe 50.000 euro, mund shkojnë edhe 100.000 euro mobilimi. Se mobilimi i vile ka të parë, ka të dytë, minimalisht. Po kur e mendon e diçka bëj për shtypje, kur e mendon këta të blejnë këta mobilje 50.000 euro. Nuk i blejnë. Që Arbjan Mazniku duket që ka fetur si përtheset me patate më burr, se ka dhe kokën me cepa. S'do ta mbajtë arbër. S'po flas arbër, se kjo është. Ma dha fjalën në societaria atë standard. Jo, po them, po jo si është ne nuk do merremi me. Ma dha fjalën dhe ne do merremi me analizën. Nuk them taria ina standard me atë lloj koke. Po nuk na takon. Nuk ka rëndësi më burr se aty ka dhe me ai çon Tiranesh, nuk është sensi në asaj. Nuk ka lidhje koka. Bukuria apo se nuk do e morin për dhëndër. Problemi është nuk e kena ftuar. Bukuria i karakterizon këta të Partisë Socialiste. Po nuk është kjo. Çfarë karakterizon diçka tjetër? Ta përgjegjësinë e kanë personale, përfitimet i kanë kolektive. Po, nuk janë kanë gjë të mira. Nuk është kriter bukuria. Lekë ndajmë bashkë fajin. Madje sa më i pastër. Ka thënë një filozof LH. Madje sa më i pastër dhe sa më i ndershëm, sa më integritet personazhi, pra kandidati qoftë apo zyrtar i lartë, aq më i bukur duket në sytë e opinionit publik. Është shumë e vërtetë. Sa më i hajdut, sa më kleptoman, aq më i shëmtuar duket personazhi. Kështu që në duhet më e parë nga pikpamja nëse ka vjedhur apo jo. E dyta nëse justifikon apo jo. Pretendimet nëse janë skandaloze, sinqerisht po ta them tani, nëse bëhet fjalë për të tilla vila apo para që janë xhiruar, dhe po thoja nga ana tjetër. Asnjë, pra, do ta them çik më gjerë. Asnjë politikan në Shqipëri pjesërisht do ta kapësh, mund ta kapësh te kafet, te drekat, kudo. Këta nuk paguajnë asgjë, as ku ikin han, as ku pin, as ku bëjnë pushimet, as ku blen rrobat. Të vetmet rroba që paguajnë këta është shoppingu që bëjnë jashtë vendit me kartat e po prita pra, me kartat e të tjerëve, jo me një njeri, me kartat e të tjerëve, me paratë e të tjerëve dhe atje i bëjnë kështu si anonim, a kupton, dhe na vinë këtu na hiqen të gjithë. Po ti marrësh këta i fut në burg që nga fotot e videot e kuvendit të Shqipërisë. Sinqerisht. Çantat, rrobat, se vërtet po ti marrësh në thelb, po të bësh një analizë, se çfarë veshin këta tani kanë filluar nga fundin në rrezik legjislatura e ardhshme shtator do fillojë me deputetë Reskaman, se s'do ta mbaj orat që kanë mbajtur, vathët, byzylyqet. Mi fjalë, këta vetëm po ti marrësh orën kështu, çfarë quhen këto? Bijuterit. Kapin vlera që këta nuk i justifikojnë dot. Bijuterit, dhuratat, mi fjalë, një dhuratë që nuk e kalon dot vlerën 15.000 lekë apo 150.000 lekë të vjetra siç i përmendim ne. Po, këta nuk bën dot asgjë. Çfarë mund të bësh me 150.000 lekë sot? Bijuteri që kanë këto, çantat e këtyre bëjnë nga 1.000 euro, kostumet e këtyre bëjnë, se edhe burrat, se po flasim për gratë, nëse vetëm gratë kanë fustane kaisha, po burrat me kostume që shkojnë nga 4-5.000 euro personalizuar nga firmat më prestigjioze në botë,
kështu që këta po i kapet tek veshja i kap këdo. Edhe për mbathje. Me jam mbledh gjithë mbathjet këtyre që kanë qarë këta edhe kanë veshur gjithë këto vite, i futë në burg sepse këta nuk i justifikojnë as mbathjet e tyre, as purët që pinë, as jetën luksoze, as shkollën e djalit e fëmisë, dhe vajzës, as jo vetëm shkollimin, as pushimet luksoze që bëjnë, se i hypin makinës tu, shkojnë e zënë fjalla vjen Malzi, nga Malzi u marrin avionin, ja këpusin për Bangkok edhe Tajland. Po. Edhe po të shikosh vetëm bësh një analizë, se janë bërë tani stre vorfnore dhe Instagrami, se dikur, disa politikanë, dishin këto fëmijët e politikanëve nxirrin dhe u boni dhe pompozitetin qytetarëve, ose varfërisë, si thuash, që ne shifrin kush ishin këta ca breg grisur, që prandaj po them se treqereku këtyre nuk e justifikojnë pasurisë, ca breg grisur që dolën atje dhe i bënin pompozitet dhe qytetarëve atyre që i kishin votuar se këta kanë vjedhur dhe nuk pyesin. Dhe tani kanë heq fotot nga Afrika, kanë heq këto fotot e Instagrami. Kujtojmë shumë mirë raste, ti them po zoti propon me emra se zot bëj krahasim me kështu personazhe. Dishin me çanta 4-5.000 euro, Louis Vuitton që tallet Berisha ose Balenciaga apo ku dëgjon emrat të tilla që një qytetar i thjesht me një rrok zakonshme sot nuk e koncepton dot, apo një pensionist i duhet 6-7 vjet të mbledhi pensionin për të blerë vetëm çantën. Më kupton çfarë kanë bërë ta? Atë po shikoja tash, po navigoja pak, të bëj një scrolling. Po. Edhe infove që janë që qarkullojnë në për portale, në për gazeta të ndryshme. Ajo që të bën përshtypje është kjo, që gjithmonë kur jemi para një fakti ku një eksponent i lartë socialist do jetë në akuzë ose do vihet para akuzës ose ka një status të i personi, i cili ka probleme me drejtësinë, ajo që bën përshtypje dhe këtë po shikoja, është që gjithmonë shumica e personazheve, të cilat janë afër të majtës, fillon një lloj kështu bejteje ose një lloj qarje. Po. Domethënë ka një kulturë elegjike me elegjin, domethënë fillojnë që shikosu si ka mundësi, ky është i ri suksesshëm, se bëri këtë, nxori kaq vota këtu kur ishte në bashkime të kështu. Por e shiko. Çdo njeri, unë jam avokat, profesioni im bazë është avokatia dhe kryesisht jam avokat për çështje penale sepse aty është specialiteti im nga ana praktika, pavarësisht çfarë jap në universitet ku punoj edhe pedagog. Dhe unë di them këtë gjë. Edhe kriminali, i cili mund të jetë me rrezikshmërinë më të lartë shoqërore, ka gjë për të cilat mund të shquhet. Patjetër. Por vjen këtë gjë që shumica e ordinerëve kriminal të rëndom e kanë këtë mani vëlla që ta tregojnë për shembull me këto pllakat e me emra e me vila e me makina. Njeriu i cili bën një shkollim, ta shfaqin thua aty. Shiko, Thrasimaku është një libër i Platonit, se do ta fus diskurin në nivel filozofik. Ka në librin e tij Republika, bisedë kryesore dhe ka rreth konceptit dhe nocionit drejtësisë, sepse Platoni besonte që themeli kryesor nuk është as estetika, as po është drejtësia. Dhe Thrasimaku thoshte këtë gjë aty, që drejtësia është bërë princip sepse ti nuk është se ke përfitim të madh po mos bësh diçka të drejtë, të padrejtë, më fal. Por ti thjesht të bën të ruhesh pa drejtësia që ti do vuash, pa nëse unë do të bëj diçka të padrejtë, do unë përfitoj, ti do ma marrësh hakun dhe unë do e vuaj përfitimin që kisha. Në mënyrë që të jemi me vuajtje 0-0, ne pranojmë drejtësinë. Më kupton? Por thot ai, nëse dikush ka bindjen ose e merr vullnetin e plot që mendon që kur bën një padrejtësi nuk do të shkohet, kush do e bën thot Thrasimaku. Dhe ai prandaj quan drejtësinë jo në një virtyt të madh. Ai thotë është thjesht, si më thënë, është thjesht marrëveshje ndërsjellë. Në kuptim. Në këtë kuptim, Arbian Masniku, kur i ka bërë këto, këtë pyetje kam, duke parë kaq vepra të mira se ka bërë, mos ka përfituar nga konteksti politik i asaj kohe, pra duke qenë star në ngritje, duke qenë politikisht shumë në rregull me diplomacinë e tij, pa ka përfituar se ore se çdo kush nga ne, edhe unë vetëm edhe ti dhe Ermani po kemi pushtet don përfitojmë. Një sekondë, rasti i parë, më fal, vetëm ma le vetëm këtë, pavarësisht se duket kështu sikur jemi duke përgëdhel. Rasti i parë që ka përfituar nga posti ka qenë pavarësisht nuk e di se çfarë vendosi gjykata prokuroria në atë kohë, ka qenë qoftë ai hoteli i dhuruar nga ne e quajmë oligark, po një biznesmen shumë i famshëm që është Petrit Fusha. Po. Tani ideja është atë justifikuan se ky hoteli, gruaja ne nuk denin trinë këtu bën zëvendësime, por ne nuk ai që dhuratë, edhe tilla dhurata nuk lejohen dhe të prishin punë. Është ajo që the ti që 3 gjyqtarë që kishin bërë të njëjtën
veprim ndaj një subjektit të tyre u quhet pak a shumë i formë korrupsioni, e kupton se zoti Fusha është që merr tenderën të Bashkinë Tiranë. Kështu që të njëjtë gjyqtarë që kishin bërë këtë veprim u shkarkuan, morën dënimin, kurse zoti Mazniku pra kemi dy standarde qoftë nga drejtësia. Tani u e ka vlerësuar gjykata se këtë rastet mos jenë analoge. A kupton, mos jenë njësoj. Por unë besoj që për një rast pothuajse identik kemi dy standard drejtësisë, kështu që dhe drejtësia na habit në herë kur do të na vendosi në sprov, si thuash, për të kuptuar nëse rasti i këtij është analog me atë tjetrin apo s'ka lidhje me njëra tjetrën. Atë se kemi marrë vesh akoma, presim një sqarim më tepër, por nuk e di se çfarë mund bëhet më mbrapa. Duke qenë se jemi live, na shkrua në Agon Gjon Mema, Ose ka Nesti Angoni jam marrë. Jo, allall për emisionin, thotë dhe doja ta lexoja se është respekt që na bë.